Zoti Merkoçi, ambasada amerikane ka bërë të ditur se pas përfundimit të mbylljes së qeverisë amerikane, ajo do të rifillojë punën normalisht lidhur me fondet buxhetore dhe shoqëruar në këtë tekst, ajo ka vendosur pamjet e takimit të zëvendës së ndihmës sekretarit amerikan të shtetit Mark Fleming në takimin që pati me Altin Dumanin. Ju si e lexoni këtë mesazh? Është një mesazh i një mbështetje direkte, sidomos në aspektin financiar, por edhe të punës në vimësi të SPAK-ut për të goditur në nivelet e larta? Unë ju thash që kur iku Altin Dumani në Amerikë, ju thash Altin Dumani nuk ka ikë për qef, si që munduan ta zvoglonin, domethënë ta minimizonin atë vajtje urgjente në Amerikë. Ai ka vajt në Amerikë dhe në hesap për gjithë punën e SPAK-ut, sepse është drejtor i SPAK-ut. Nuk është thjesht si Altin Dumani si prokuror, ai ka vajt si përfaqësues i SPAK-ut. Duke vajt si përfaqësues i SPAK-ut, ai patjetër që ka dhënë gjithë llogarit atje, sepse unë jo pa qëllim tash nuk pranoj që Trumpi mund të humbi, pra të financoj FBI-n apo DEA-n amerikane në Shqipëri dhe pastaj në fund fare mos ketë asnjë lloj rezultati. Kështu që ardhja e tij dhe takimi vetëm me Dumani dhe me dy prokurorë të tjerë, atë dosjes 21 janarit ka pas takim kokë më kokë. Takimi vetëm me ministrin e drejtësisë dhe të mbrojtjes e të brendshme të jep të lënë të kuptosh, domethënë që këta kanë një seriozitet maksimal. Jo më kot Dumani në parlament e kam ritheksuar, jo më kot Dumani në parlament e ritheksoi dhe tha që bashkëpunimi ynë me FBI-n ne nuk mund të bëjmë asgjë, domethënë pa FBI, se gjitha i kemi bashkëpunim me FBI-n. Pra janë ata tashmë që e kontrollojnë dhe e bëjnë. Dhe prandaj them që SPAK-u nuk është më në dorën e Ramës, ashtu siç trumbetohet apo thohet, apo mundohen ta veshin Ramën edhe me atë që se ka. I ka gjitha të zezat, po në këtë gjë nuk e ka për të vetëm arsye, jo pse nuk e ka Rama. Ai e kishte deri dje, por situatat ndryshuan. Pas ardhjes së FBI-s kur në të gjithë vendet e botës u tërhoqën, USAID i mbylli fondet, ishim i vetmi vend që erdhi FBI-ja këtu. Nuk ka vajt vend tjetër në Ballkan, vend tjetër nuk e ke FBI, përveç Shqipërisë. Dhe takimi që bëri qoftë që i Dumani apo ardhja e tij këtu, takimi me Dumanin tregoj sepse Amerika thash nuk e ka në qendër të vëmendjes dhe ajo që është më kryesorja, prandaj u them që këta fillimisht po pastrojnë terrenin, pastaj bjen vetë Rama, nuk ka nevojë për asgjë tjetër. Do të dorëzohet vetë s'ka ku shkon. Ai po mundohet me gjitha format dhe mënyrat të mbaj, duke futur edhe këto sorosianët e Europës, duke na bërë deklarata të ndryshme, jo hapje negociatash, jo do bëhemi në 2027 anëtare, do bëhemi ca bëllolli që të kësaj marrëdakos që s'ka në si lloj vlera, si lloj apo vandelindit e kuptoj. Këta janë pjesa e sorsit, me këta nuk ka, apo qoftë edhe Macroni, nuk më ndjellin në një gjë të madhe. Apo ai show që bëri Rama me qeverinë e Meloni, qesharake, shkote deri ke qesharake, domethënë ajo lloj. Patjetër që ai do mundohet me gjitha forma, por nuk do t'i shpëtoj dot drejtësisë amerikane, nuk do t'i shpëtoj. Nuk do t'i shpëtoj për një arsye shumë thjeshtë, sepse ka cënuar interesin e Amerikës. Dhe në momentin kur ti cënon interesin e Amerikës, Amerika nuk të fal. Kushdo të jetë president, jo pse është Trumpi sot, po kushdo president të jetë, në mënyrë absolute Amerika nuk të fal. Dhe Rama do ta paguajë. Unë kam thënë që deri në fund vitit duhet pastrohet, duhet bëhet, se ndryshe nuk ka më kuptim të tej zgjatet kaq shumë, por tash është edhe politika tyre, është edhe mënyra se si e ndjekin, si e sjellin atë gjën aty ku duan ata. Të shohim, sepse edhe mbledhja që Trumpi
vendosi që do e thrasi në Kapitol, domethënë e kupto, të gjithë liderëve të rrogëve, ky s'ka për qenë, e sigurt që ky nuk do i jetë aty, edhe ajo është prapë një goditje tjetër që do marri. Por do të shohim se ky po bën shumë edhe po bën edhe atë tangallikun, domethënë atë kashillikun themi, ajo që unë ju pata thënë me kohë që ky do sjellë ligjin e gjinive, do e sjellë në parlament dhe tu merri natë për shkakun që merri natë kuptimin që e prisë që opozita do 6 muaj para do ta kishe sensibilizuar popullin, do të kishte por që në momentin që ai ligj Rama e para që mos ta sillte, se nëse ka presion nga populli nuk e sill dot, por e dyta edhe nëse do e sillte do gjete një rezistencë popullore shumë e madhe. Mirë, po këtë do ta bësh emision, do të dalësh nëpër media, do të dalësh, po jo vetëm del Berisha mjes, del Berisha në drek, del Berisha në darkë. Pra, unë shoh që të rikthehem edhe herë, shoh që nuk ka një potencë njerëzish aty të cilat të kenë mundësi qoftë edhe të hedhin alternativën. Këtu tash dalim te ajo pjesa e asaj e fraksioneve që unë kam ngritur me vite, domethënë që një parti nuk mund të funksionojë, një parti e djathtë që pretendon që e djathtë, nuk mund të funksionojë po nuk pati fraksione, sepse janë fraksione dhe ata që e zhvillojnë partinë. Janë ato që debatojnë brenda partisë, janë ato që hedhin alternativat dhe për platë alternative pastaj zgjidhet alternativa më e mirë, dhe aty ecën partia, mirë, po këta nuk e duan këto. Këta duan unin, domethënë krijojnë kultin e individit, si ke njëra dhe ke tjetra, edhe te Partia Socialiste, vetëm Rama vendos, Rama i cakton gjitha, te partia, te qeveria, ku do, te drejtësia, vetëm Rama vendos, asnjë tjetër. Do të bëj kodin penal, Rama e vendos, do të bëj të ndryshim, Rama e vendos, do të vendosi këtë gjyqtar, Rama e vendos. Pra, edhe ke Berisha, kjo është, ke Partia Demokratike. Del Berisha në konferencë shtypi, duhet ta thot Berisha, pse duhet dali Berisha kërkoj që të ngrihen njerëz në revolt? Ka aty shumë njerëz tjerë. Pse nuk dalin? Se nuk kanë forcë, nuk kanë kurajo, sepse nuk janë të djathtë. Edhe rrinë atë telën e rrogës aty, inshallah po mjep post, inshallah po mjep rrogën. Kjo është e gjithë. Zoti Merkoçi, drejtësia shqiptare kërkon ekstradimin e Arben Ahmetajt që të dëshmojë për një sër aferash për cilat akuzohet. Ndërkohë, ju si mendoni, a do të ekstradohet në Shqipëri Arben Ahmetaj dhe a mund të shërbejë ai si një dëshmitar mjaft i fortë për të zbuluar gjithë aferat korruptive të Belinda Ballukut apo edhe të Edi Ramës? Arben Ahmetaj ndash të vi, ta ndash ta kërkojnë, ndash mos ta kërkojnë, më duket si çashk që po e bëjnë ta, që kërkojnë ekstradimin e Arben Ahmetaj. Arben Ahmetaj i ka treguar të gjitha. Ben Ahmetaj kur ka ikë në Shqipëri, unë ja u kam thënë nuk ka hik Ben Ahmetaj se u arratist Ben Ahmetaj. Ben Ahmetaj u shoqërua që iku, e morën. Atje i ka tefteru të gjitha. Atje i ka thënë, kur i them unë Ben Ahmetaj ka bo roman atje, në kuptimin e tregimit. Dhe i ka tregu të gjitha. Nuk është se ka majt në gjë Ben Ahmetaj atje. Tashti si duket mund të ketar një moment që Ben Ahmetaj duhet të rikthehet në Shqipëri, pavarësisht nga pakti që ka pas, por me sa duket nuk e edhe Ben Ahmetaj nuk e ka plotësuar gjithë paktin. Dhe ndoshta duhet të kthehet në Shqipëri, por jo sot. Jo me këtë që kërkon drejtësia shqiptare, kërkon që Ben Ahmetaj. Ben Ahmetaj në momentin që FBI-a do t'i duhet Ben Ahmetaj këtu, t'jeni sigurt që Ben Ahmetaj do vi paku postale, ashtu si qiku paku postale, nga do me makinë ka ikë. Lezë që thonë këta, pastaj fillojnë të flasin kotë në për media, i kam dëgju. Ka ikë me makinë nga porti Durrësit, paku postale, ashtu paku postale ka vërtar prapë. Në momentin që FBI-s do t'i duhet Ben Ahmetaj këtu.